Gjaku në urinë. Ajo që duhet të dini dhe pse duhet të bëheni vigjilent. Hematuria është termi mjekësor që tregon prezencën e gjakut në urinë. Është një situatë që do të friksonte çdo, por ka shumë shkaqe që mund ta provojnë dhe jo të tjera janë serioze. Megjithatë, gjaku në urinë është përgjithsisht i dukshëm me sy të lirë. Nuk ndodh gjithmonë kështu. Për këtë arsye, hematuria ndahet në dy tipe kryesore, makroskopike dhe mikroskopike. Lloji i dytë kërkon një diagnozë duke përdorur testet laboratorike. Në çfarë konsiston hematuria? Në kushte normale, urina nuk përmban gjak. Hematuria caktohet si prania më shumë se dyqelizave në fush mikroskopi në sedimentet e urinës pas centrifugimit të vërejtura nga teknikat laboratorike. Hematuria ndodh kur veshkat ose një pjesë tjetër e traktit urinar lejojnë kalimin e qelizave të gjakut në urinë. To të fundit i japin ngjyrë të kuqeremt urinës, por mund të mbetet edhe pa ndryshuar. Nga ky ndryshim, hematuria ndahet në makroskopike dhe mikroskopike, shkaqet kryesore të hematurisë. Në shumë raste, nuk është e mundur të gjurmohet shkaku i saktë. Proceset kryesore që kalojnë lejimin e gjakut në urinë janë infeksionet e traktit urinar. Është një gjendje e zakonshme, sidomos te gratë, pasi uretra femërore shumë pranë anusit dhe bakteret e pranishme në të mund të kalojnë lehtësisht në uretër. Infeksionet e veshkave. Kjo patologji ndryshe quhet pielonefrit dhe bakteret mund të prekin veshkat përmes gjakut ose uretrave. Zmadhimi i prostatës. Kur prostata zmadhohet me kalimin e kohës, fillon të shtyp uretrën. Kalimi i urinës bllokohet dhe kjo mund të shkaktojë hematuri. E njëjta gjë ndodh edhe në rastet e infeksionit të prostatës. Gur në fshikës ose veshka. Disa kripra të pranishme në urinë kanë tendencë të grumbullohen, forcohen dhe të formojnë kristale që shndrohen në gur. Kur këto të fundit kalojnë nëpër traktin urinar, mund të hasin pengesa që shoqërohen me shfaqjen e gjakut në urinë. Kancer. Hematuria mund të jetë gjithashtu një simptom me kancerit të fshikës prostatës ose veshkave. Sidoqoftë, kjo tenton të manifestohet në faza të avancuara duke bërë diagnozën më të vështirë. Glomerulonefriti është inflamacioni i glomerulave, porcione vaskulare që janë pjesë e filtrimit të veshkave. Mund të ndodhë për shkak të diabetit, një infeksioni ose sëmundjeve të gjakut. Disa ilaçe si antikoagulantët ose antitumor. Siç mund ta shihni, hematuria mund të ketë shkaqe të shumta. Mund të ndodhë edhe për shkak të lodhjes fizike të lartë ose dehidratimit. Për këtë arsye është e rëndësishme të shkoni tek mjeku dhe të nënshtroheni analizave të rekomanduara. Hematuria makroskopike dukshme manifestohet me ngjyrë të kuqe ose të errët të urinës. Nuk shoqërohet nga dhimbja apo simptoma të tjera. Prezenca e simptomave të tjera mund të ndihmojnë në orientimin drejt diagnozës. Për shembull, ethet, temperatura dhe dhimbjet e mesit mund të jenë tregues për një infeksion të veshkave. Nëse shoqërohet me urinim të shpeshtë apo djegje, mund të jetë tregues infeksioneve urinare. Kur është pas simptoma dhe vazhdueshme, mund të jetë shkak i tumorit në veshka. Pas moshës 40 vjeç, për burrat është e domosdoshme të nënshtrohen kontrolleve të prostatës. Është e këshillueshme që të nënshtroheni analizave të urinës për të qartësuar arsyet e prezencës së urinës në gjak.